Bismillahirrahmanirrahim. Tema për të cilën duhet të flas sot ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme prej adhurimeve tona ditore. Lutja, nëpërmjet të cilës ne i drejtohemi Allahut Azza wa Jall në momente të caktuara të ditës, qoftë pas namazeve ditore ose në momente të caktuara të ditës e të natës. Shumë njerëz janë në dilemë se kur lutemi, a duhet të ngremë duart apo duhet të rrim në një gjendje pasive, thjesht të themi lutjen pa asnjë lëvizje apo çfarë. Duke lexuar për këtë temë, aq më tepër që shumë për jush më keni pyet edhe më keni shkruar. Në lidhje me këtë, ka argumente pafund nga hadithet e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam që na vërtetojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur lutej i ngrinte duart. Madje Imam Suyuti, teksa shkruan për këtë çështje, na lajmëron se janë transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam rreth 100 hadithe që vërtetojnë ngritjen e duarve gjatë lutjes, të cilat, do thotë, i kanë mbledhur në një vëllim të posaçëm. Po ashtu po të lexojmë tek Sahihu Imam Buhariut, do të gjejmë tek libri i lutjeve një kapitull të veçantë që mban emrin ngritja e duarve gjatë lutjes. Dhe këtu ai ka sjell disa hadithe, disa transmetime, si ai i Hazreti Ebu Musa Ash'ariut, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam u lut dhe i ngriti duart derisa u duk e bardha e sqetullave të tij. La ilaha illallah. Domethënë kulmi i lutjes dhe i përgjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ashtu transmetimi i Hazreti Abdullah ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur prej të dy, i cili tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam u lut dhe i ngriti duart. Dhe përmend një prej duave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose transmetimi i Hazreti Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ngriti duart në lutje derisa u duk e bardha e sqetullave të tij. Në këto hadithe, por edhe shumë të tjera si këto, ka argument të qartë për ngritjen e duarve në mënyrë absolute. Pra, ajo që është primare dhe është, si të thush, sjellje apo etik e lutjes, është që njeriu ti e çojë duart përpara Zotit të tij. Sepse ka një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili na mëson dhe na edukon që kur të drejtohemi Allahut Azza wa Jall, të çojmë duart, sepse kjo e forcon edhe më tepër ndjenjen e përulësisë dhe adhurimit dhe nevojës që njeriu ka për Zotin e tij. Në hadithin e saktë lexojmë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam të transmetuar nga Hazreti Salman al-Farisi, ku i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë: me të vërtetë Zoti juaj turpërohet dhe është bujar. Ai turpërohet nga robi i tij që kur i çon duart lart, t'ia kthej ato bosh. Pra turpënohet Zoti i gjithësisë dhe nga bujaria e tij dhe mëshira e tij për robin e tij turpënohet që kur ai i drejtohet me durë të qume dhe në lutje dhe në përgjërim, t'ia kthej bosh ato. La ilaha illallah. Prandaj të dashur dhe shtrejt, këto hadithe e të tjera, të cilat janë të shumta dhe po përmend disa prej tyre, janë argumente që na mësojnë dhe na marrin përdore që ta respektojmë këtë etik dhe këtë sjellje gjatë lutjes tonë, në mënyrë që Allah subhanahu wa taala të na pranojë lutjen tonë dhe në mënyrë që me këtë veprim të përngjasohemi me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili në një prej rasteve, siç transmetohet nga Hazreti Ebu Huraira, kur Tufail ibn Amri radhiyallahu anhu erdhi nga Jemeni dhe i tha që populli i Dausve nuk janë bindur dhe nuk e kanë pranuar thirrjen islame, dhe i tha: lutju Allahut për ta, në fakt lutju Allahut kundër tyre. Pra lutju Allahut kundër tyre, si thosh, mallkoi ata. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u kthye nga kibla, i ngriti duart edhe tha: Allahumma hdi Dausen. Pra, o Zoti im, udhëzoj Dauset,
të gjithë ata më pas erdhen musliman. Hadithi I nanës tonë Hazreti Aishës, e cila transmetohet se e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke u lutur me duart e ngritura nga qielli. Po ashtu transmetohet në hadithet e sakta tek Imam Buhariu kryesisht hadithi I ngritjes së duarve, ku transmetuesi thotë se e kam parë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke I ngritur duart dhe duke u lutur për Osmanin, Hazreti Osmanin radiallahu anhu. Tek Imam Muslimi shohim hadithin e Hazreti Abdurrahman ibn Samura në ngjarjen e eklipsit, ku thotë se u afrova dhe përfundova tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ndërkohë që ai kishte ngritur duart dhe po lutej. Po ashtu lexojmë hadithin e nanës tonë Hazreti Aishës, po në këtë ngjarje, e cila thotë se pastaj, pra pejgamberi alayhi salatu wasalam I ngriti duart dhe nisi të lutej. Kështu të dashur të shtrenjtë, hadithet e ngritjes së duarve janë të shumta. Sikur se thash në fillim, Imam Suyuti I ka grumbulluar në një vëllim të posaçëm rreth 100 hadithe, kryesisht të sakta, tek Imam Buhari, tek Imam Muslimi, ka prej tyre tek Imam Abu Daudi, tek Imam Tirmidhiu, tek Ibn Hibani e të tjerë prej transmetuesve kryesor të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj është etike e muslimanit, edhe është traditë e pejgamberit alayhi salatu wasalam që kur njeriu të lutet, të çojë duart dhe të drejtohet Allahu subhanahu wa taala me përulje dhe me bindjen e plot se Allahu azza wa jall këtë duar që robi I tij I ngrat, I ka quar me përulje e me besim e me bindjen absolute se Zoti do t'i pranoj, e Zoti nuk do ta kthejë mbrapsht, Allahu azza wa jall nuk do ta kthejë mbrapsht. Pra, kur të lutesh, bindu se e mira e Allahut, mëshira e tij, bekimet e tij derdhen mbi ty në ato momente. Prandaj na ka mësuar hoxhallarët dhe dietarët tanë, dhe kjo është tradita e të parëve ndër shekuj, që njeriu kur lutet, me atë duar fërkon edhe fytyrën e tij, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Si të thuash, kjo është simbolika e të mirës, edhe dritës, edhe mëshirës, që derdhet mi atë duar dhe mi personin që lutet dhe I drejtohet Allahut azza wa jall me bindje absolute se Allahu azza wa jall do t'ja pranoj lutjen e tij. Allahu është bujar, Allah azza wa jall është mëshirues, Allah azza wa jall ka përtej për fytyrimeve tona, është krijuesi I gjithësisë, është I përhershëm pa fillim dhe I përhershëm pa mbarim. Në dorën e tij është gjithçka. E njeriu është I ngrat. E njeriu është përherë nevojtar për Zotin e tij. Prandaj mos hezitoni të trokisni në derën e Allahut azza wa jall, sepse ajo është përherë hapur për ata që dinë të trokasin. Allahu ju dashur.